Historia e Ilir Metës në 2 dekadat e fundit është e lidhur ngushtë me tokfjalshin tradhti dhe pushtet. Por Ilir Meta duhet të nuk ka qenë gjithmonë në këtë tokfjalësh në anën e fituesit. Në 97-ën, Fatos Nano e la jashtë sferës së pushtetit duke i dhënë një post thuajse të nivelit 3 në një ministri. Një vit më vonë, në vitin 1998, Ilir Meta ja ktheu Reston, duke mbështetur formimin e qeverisë Majko, ku si shpërblim ati u dha nga Majko posti zëvendës kryeministrit. Por pas një viti, në vitin 99, Nano detyruat kërkonte mbështetjen e tij dhe të Monika Kryemadit për të marrë Partinë Socialiste vetëm me 30 e ca vota të eurosocialistëve. Meta si pasojë u bë kryeministër i vendit. Por për shkak përplasjes me Nanon, fillimisht u largua nga qeveria dhe më pas edhe nga Partia Socialiste. I tradhtuar, ai themeloi LSI-n dhe ishte faktor i rëndësishëm në rrëzimin e Partisë Socialiste nga pushteti në vitin 2005. Pa aleancën me Metën, Edi Rama nuk do të fitonte dot bashkinë në vitin 2007, por injorimi që ai bëri Ilirit, si dhe ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, e quan ish kryeministrin Redi Sali Berishës në cejtnotin e zgjedhjeve të vitit 2009. Që Rama të fitonte zgjedhjet në vitin 2013, ju desh jo vetëm të hante ngjalat e Monikës, por dhe të përtypte mbrapsht çfarë kishte thënë dhe bërë ndaj Ilir Metës në janar të vitit 2011. Por gjërat ndryshuan në vitin 2017. Ilir Meta, sapo zgjedhur president nga socialistët, doli në fushat kundër tyre, por ishte vonë. Edi Rama futi në sjetull Lulzim Bashën dhe 19 mandatet e LSI-s në ato zgjedhje për herë të parë nuk patën më asnjë vlerë në peshoren e pushtetit politik. Pas 2 dekadash lojet fort në majat e pushtetit, Ilir Meta përjetoi me krizat forta mandatin e presidentit dhe fillimisht afrimin e më pas njëjtësimin me Sali Berishën. Sot, pas një krize të fortë besimi dhe pas disa tradhtish që filluan me Bashën, vazhduan me ish-bashkëpunëtorët e tij dhe përfunduan dhe me divorc me Monika Kryemadin, Partia e Ilir Metës e reja ka ndryshuar emrin, programin dhe orientimin ideologjik. Dhe sot, pas zyrtarizimit të fletëve të votimit, kjo parti nuk do të rezultojë në këto fletë për herë të parë që prej zgjedhjeve të vitit 2005 kur ajo mori pjesë. Por Ilir Meta është Ilir Meta. Ndërsa Berisha e futi atë në listën e sigurt të Fierit, ai nga Qelia, me një lëvizje të beft, e braktisi atë për të kandiduar në listën e hapur të opozitës në Tiranë. Lëvizja e Metës ishte një shiring testosteroni për formacionin e tij politik, jo pak të tronditur nga arrestimi i tij në një mënyrë për cilën nuk ishin dakord as në një pjesë e madhe e armiqve të tij të betuar, të cilët pan aty preludin e asaj që mund t'i ngjante atyre vetë më vonë. Por Ilir Meta nuk dorëzohet lehtë. Dhe në ditët e tija më të mira, gjithmonë ai ka luajtur all in në pokerin politik të partisë vet dhe më pas edhe në pjasën kombëtare. Sot situata është pak më ndryshe, jo vetëm sepse ai kandidon si i burgosur, por edhe sepse vetë Partia Demokratike nuk duket aq e motivuar për fitore, sesa më shumë për të blinduar rikthimin e Sali Berishës. Por Partia e Lirisë në 12 maj mund të ketë fitoren e saj të vogël, me marrjen e mandatit si deputet, Ilir Meta automatikisht lirohet nga Qelia. Dhe kur shkojnë kuvent, do ketë pas vetes së paku dhe 3 deputetë të tjerë të Partisë së Lirisë. Dhe kush mund të thotë pastaj se loja e Ilirit ka mbaruar? Për këtë do flasim sonte. Sigla.